Le të ikim së bashku tek Beauty Studio Kenza për të bërë si princesh. Si fillim nisim me stilimin e flokëve, si dhe me skin prep, që normalisht është shumë e rëndësishme që make-upi të dalë sa më bukur. Le të themi të drejtën, këtë version timin nuk e keni parë kur. Dua mendimin tuaj, më shkojnë apo jo? Ndërkohë që bëm dhe modelin e flokëve, bëm edhe bazën e syve. Shikoni si sa bukur që duket pjesa e varrukeve. Bëm dhe prekjet e fundit të modelit të flokëve dhe vazhdojmë me make-upin. Dhe këtu mbaruam edhe me pjesën e make-upit. Shikojeni se sa bukur që duket. Veshëm dhe fustanin dhe zbukurojmë dhe pjesën e dekoltes. Dhe t'ju them sinqerisht, ky mund të jetë make-upi më i bukur që mund të kem bërë ndonjëherë. Dhe me që tani është hapur dhe sezoni i nuseve të pranverës, si dhe minematurave dhe maturave, ju sugjeroj të shkoni të rezervoni orarin tuaj. Për më shumë video, na bëni like dhe follow.